Trupat e vegjël qellor të sistemin ton diellor. Fillojmë me asteroidët. Çfarë janë asteroidët? Mërkuri, Afrodita, Toka, Marsi, brezi i asteroidëve, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni, brezi Kuiper. Copa shkëmbinjsh dhe metale të errët me diametër deri në 1000 km që qarkullojnë kryesisht midis Marsit dhe Jupiterit. Themi kryesisht, sepse mendohet që dhe jo vetëm në brezin e asteroidëve, por edhe në brezin Kuiper mendohet që të kemi, pra jo vetëm brezin e asteroidëve, por edhe në brezin Kuiper mendohet që të ketë asteroidë. Pra asteroidët janë trupa të mëdhenj shkëmbor, jo në formë të rrumbullakët si planetët, por janë shkëmbim të shërrepit, që orbitojnë kryesisht në brezin e asteroidëve midis Marsit dhe Jupiterit. Ata kanë për masa deri në 1000 km. Mendohet që mund të jenë rreth 10.000 asteroidë. Një asteroid mendohet që ka goditur Tokën dhe ka shkaktuar dallë të mëdha, si edhe ka goditur koren toksore. Pra rëndësinë e kores toksore, dukur kafshë të mëdha toksore, por edhe ujore. Shikojmë një pamje e stimuluar e një asteroidi që godet Tokën. Shikojmë përmasat e tij dhe dallojmë dhe forca e madhe dhe dëmët që ai mund të shkaktojë. Prandaj është e rëndësishme dhe kjo shkencë me qëllim që të studiohen lëvizjet e trupave qellor dhe mundësinë e goditjes së Tokës dhe dëmët që to shkaktojnë. Kometat, që janë kometat? Edhe kometat janë trupa qellor të cilët në përmasa të mëdha prej akull dhe pluri kozmik që orbitojnë rreth sistemin diellor. Po ku? Përse atjetër që ato orbitojnë prej akulli, do të thotë që janë larg nga dielli, pra nuk janë sistemin në brezin e asteroidëve, por besohet që janë duke filluar nga brezi Kuiper dhe ereja Oort. Shkojmë edhe njëherë, heliosfera, heliopanosa dhe ereja Oort. Pra mendohet që vinë nga galaksi e madhe. Nga brezi Kuiper dhe ereja Oort. Shikojmë pak strukturën e një komete. Patjetër thamë që kometa është një trup shkëmbor, i errët, nuk ka dritën e saj, nuk ka energjinë e saj pra reflektim, por pasqyron atë çfarë merr nga yjet e tij, konkretisht diellin në rast se kur ne shikojmë. Ajo orbiton dhe duke ju ofruar diellit, patjetër energjia diellore, rrezikët diellore e shkrin materialin që ka përbëhet, sepse ka përbëhet edhe nga shkëmbim, por edhe nga gaze, të cilët i kanë ngrirë pranë atakull. Dhe djegja e këtyre gazeve bën që të krijohet një bisht. Por nuk është kometa bishti cilët avujt, pra akulli ngrirë kthehet në avull, por është pjesa përpara saj, pra trupi shkëmbor. Pra ne dallojmë atë çfarë shkrin dielli nga këto materiale të ngrira dhe e quajmë atë bisht i cili rritet kur është pranë diellit dhe sa vjen dhe zhduket dhe nuk e dallojmë fare. Pra ne dallojmë atë kur vjen pranë diellit. Por përse kometat, ja këtu kemi një komet tjetër, për masat e një kometat, do t'i krahasojmë përsëri, përse kometat sa më shumë kalon koha, pesha dhe përmasat e tyre paksohen derisa të zhduken. Për shkak se ato sa vinë dhe shkrin. Pra kur i afrohen yjeve të diellit, ato sa vinë dhe shkrin. Pra një komet kur të kalojë përsëri pranë sistemit tonë diellor, sa vjen dhe shkrin, të tjerën në vitin. Eci përsëri tek masa e saj janë më të vogla patjetër sa 1010 deri 1100 tonës.
100 miliard kometa, pra kemi shumë në rreth orë që thamë. Ajo përbën nga gaset të krira të metanit, apo ujit, amoniakut, gaset karbonik. Rasti i më i ngjashëm, rasti i cili është dokumentuar është kometa Halley, e cila në vitet 1986 dhe pastaj në 2062, atëherë në çdo 76 vjet kalon pranë sistemit tonë diellor. Dhe ajo dallohet për shkak të gazeve të cilët shkrim. Shkojmë të krahasojmë për masat e një komete krahasojmë me qytetin Los Angeles. Pra qyteti duket shumë i vogël përpara për masave të një komete krahasë madhe për masë. Dhe patjetër që janë të rrezikshme në rast se do godasin tokë. Kalojmë tek meteorët. Çfarë janë meteorët? Pra, në të mësim ne po bëjmë trupa të vegjël të sistemit tonë diellor. Pra, nëse do fillojmë përkufizimin për meteorët, kometat, për asteroidët, përkufizimi më i saktë janë trupa shkëmbor, trupa më të vegjël se toka apo planetet e tjerë. Meteoritët janë sosa asteroidësh apo kometash, pra do thotë janë petje të tyre që hyjnë në atmosferën toksore nga sfera kosmike. Pra janë sosa të apo planetëve të tjerë të shkatruar, pra të asteroidëve, kometave apo planetëve të tjerë, të cilët mund të jenë shkatruar më herët, sepse dhe asteroidët dhe kometat mund të jenë pjesë të shkatrimit apo të krijimit fillestar që nga shpërthimi Big Bang. Të cilët hyjnë në atmosferën toksore nga hapësira kosmike. Kemi konceptin meteorë dhe meteorit, si dhe krateret të meteorëve. Meteorët, që sa po thamë, janë trupa qellor. Ata kur hyjnë në atmosferën toksore dhe konkretisht në termosferë, në ionosferë, në 800 km lartësi, në 1500 gradë Celsius, ata fillojnë të digjen. Do thotë shkrinë apo nxehen për shkak të nxehtësisë dhe fërkimit me gaze dhe fillojnë të digjen. Ata zakonisht digjen në atmosferën toksore. Por në rastet kur ata nuk arrin të digjen dhe hyrja në atmosferë nuk është me një kënd të tillë, por është thuajse pingur, do thotë një rrugë më e shkurtër, një shpejtësi më e madhe, atëherë ata mbrinë në tokë. Dhe nuk quhen më meteorët, por quhen meteorit. Mbrinë në tokë, godasin së pajisje toksore dhe duke goditur atë krijojnë kratere meteoritësh. Janë gropa e formuar në një krater në Arizona të shpas. Gjithashtu kemi edhe shi të meteorëve. Shikojmë shiu meteoror, pra një numër shumë i madh meteororësh që godasin, që hyjnë në atmosferën e tokës, por disa nga ata mbërrin dhe godasin tokë. Brezin asteroidëve kemi midis Marsit dhe Jupiterit, brezin Kuiper e kemi pas Plutonit, kurse Ren Mort e kemi shumë më larg. Nimësi astronomike është toka, pak më shumë është brezi asteroidëve, brezi Kuiper me Plutonin që kemi planet Gjurgj, fillojmë nga 49 njësi astronomike, dhe Ren Mort 55.000 njësi astronomike, do të thotë 55.000 largësi nga toka në tjetër. Është shumë larg nga reja, por